Më falë, edhe këtu është automatike çdo gjë? Gjithçka automatike. Si, nuk punojnë njerëz këtu fare? Absolutisht fare. Do me thënë si funksionon? Atëhere, që t'ja u shpjegoj. Kjo punon e gjitha në mënyrë automatike, që do të thotë, nëse ti e le të ndezur në mënyrë automatike panelin aty dhe e lerë në mënyrë automatike që kur ti mbaroje ushqimi kafshëve ti shkoje, ajo ndizet vetë, e di, e ke programuti që filan ka panoni 1, 2, 3, donë këtë lloj ushqimi, që do të thotë jam të ndame me receta nga 25 kg, sepse ne i importojmë gicat 25 kilosha, dhe nga 25 në 50 janë formulat të ndame, nga 50 në 80, gjithmonë kilogram peshë të gjallë të kafshës. 25 kg peshë të gjallë të kafshë, deri në 80 kg ka një lloj ushqimi. Baza është misri, gruri dhe elbi. Pastaj soja vjen për plotësimin e proteinave, dhe vaj soje, gjitha këto me radhë. Por si shkon të kafsha ushqimi? Që do t'ja u shpjegoj edhe në ekran. Atëhere, janë 3 silosa që gjithë se cili merë rreth 150 ton për silos, 1, 2, 3, që janë të emërum 301, 302, 303, dhe gjithë se cili merë nga 150 ton, që do të thotë misër, elb edhe grur. Këta 3 silosa në mënyrë automatike vinë, furnizohen nga kur du me shkarku nga kamioni dhe i furnizon të 3, dhe kur kërkon fabrika, vjen nga këtu, edhe ka është një silos i vogël që emërohet 304, është parabloj quhet. Mi merë misër, grur, elb si mas kërkesës, i pastron në pastrus, ky është pastrusi i... Ta zgjeroj edhe pak. Vjen, pastrohet, bluhet, ky është mulliri, edhe kalon në mill misri, mill gruri dhe mill elbi. Këtu kemi sojen, ke ky silosi këtu, kemi sojen dhe vazhdojmë. Këtu janë mikroelemente, këtu thot hime, tjetra thot kalcium, në tupik është lloji premiksit që merre me radhë gjitha këto, edhe i merr në mënyrë automatike, edhe e bën ushqimin dhe e dërgon pastaj. Këto janë 3 silosat që i pat aty përpalla të kapanoneve. Pra aty shkon direkt ushqimi, pastaj shkon direkt nga kjo linja që është një linja ajrore, e shkon direkt këtë 3 kapanonët, këtë 3 silosat e kapanonët kafshëve. Edhe gjithë secila e merr në mënyrë automatike, funksionon gjithçka. Pra mjafton që dikush askush me të qenë, edhe me telefon. Pa qenë prezent, dhe me telefon punon, dhe ushqimi përpunohet, shkon në vend, ata ushqehen. Dhe dihet sa do marri, sasinë e duhur. Super, sa ka ndryshuar gjithçka. E jashtëzakonshme. Do duhet shkoja tani tek stallat. Patjetër. Prej këtu kalon përzihet, ky është përzierësi, bjen peshore përzirës bashkë, i peshon gjitha element si mas formulsi, i përzin, i lëshon aty dhe vazhdon linja dhe shkon e përcjell. Që do thot, kjo ka i kapacitet rreth 4-5 ton në orë, edhe sa herë të ketë nevojë 20, atëherë si po e shikoni, edhe pjesa e plehut të kafshëve, vjen në këto 2 gropa të mëdha që i kanë një kapacitet rreth 3000 m3 të dyja bashkë, dhe 2 herë në vit, ne me këtë botin që kemi këtu, e thithim dhe e shpërndajmë në parcelat tona, që i kena me misër, me grur, me elb. Të cilat i përdorë po për kafshët, pastaj jo po për derat, pra është zinxhir. Mundohemi me u afru afër ciklit mbyllur, po është e pamundur. Është e pamundur, përsëri ka nevojë për. Po patjetër. Jemi në stallat. Stallat, sa vjet ke që, sa vite ka ky biznes? Në 2017 është ngrit ky. 2017-ën? Pa. Çfarë lidhje kishe me... Atëherë, ne në 2001 bashkë me Imdhëlla, jemi kthyer nga Kurbeti dhe kemi fillu biznes familjar të vogël. Patëm investu në një mili fabrik mielli fillimisht, në 2001. Pastaj lindi ideja
pa të ngel nuk kishte treg për pjesën e himeve, krundet. Ku ta çoje? Edhe si do bëjmë të si ne shqiptar që pa studiu shumë hidhemi nga një degë në tjetër, edhe do vëm derra për të konsumu himen, krundet. Edhe vazhdojmë, bëm një investim aty ku është thertoria sot, që do shkojmë ta shohim. Aty kemi pas rreth 70 dosa për pjellje, edhe po kur e pam ne që derri nuk don vetëm krunde, atëherë një ide tjera. Po në 2003 kemi fillu me u marrë me sektorin e blegtërisë. Në 2003, që atëherë pastaj avash fillau të urrit tregu, të pa kërkesat e tregut që ka nevojë vendi dhe investum këtu. Në 2017 kemi investu në këtë ambient që po shikoni ju tani. Investimi i fundit që ke bërë këtu, ku është? Është fabrika? Investimi i fundit ishte fabrika ushqimit. E ushqimit. Ajo besoj të kushtueshme të gjitha. Po. Si ja bën? Kaq shumë krijon të ardhura ky lloj biznesi sa ke mundësi të investosh në blerje të fabrikave të automatizuara? Para një viti këtu patëm një disfat të madhe, për shkak të një mbi tensioni të lartë të vërtetuar kjo edhe nga policia dhe nga prokuroria, erdhi një mbi tension i lartë me 13 qershor të vitit kalum dhe na u dosh një kapanon komplet me kafsh. E komplet u shkrumu kapanoni, i tëri. Fal Zotit dhe besimit e kryum nër vite nga Raiffeisen Bank, duke pas edhe kredi të hapur. A ju jeni me kredi pra? Punoni me kredi? Që kemi qenë që në 2007 ne nuk i ndahemi kredis. Nuk i ndaheni Raiffeisen? Po, klient i gjithmonë që mi Raiffeisen Bank. Dhe në ato momente, ku ne humbëm mrena një natë rreth 400-500.000 euro, ishte diçka e pa imagjinueshme që të afrohet dikush me dhënë ndihmës. Raiffeisen Banku tregu shumë e gatshëm edhe do të jem shumë mirënjohës tani jetën time për këtë moment shumë të vështirë të jetëson. Na u afru, pavarësisht se kishim overdraft të hapur, na u afru dhe na dha kredi. Morëm rreth 250.000 euro, ose 250 janë lek të vjetra kredi. Ja dolëm, e rregullum kapanonin që na u damtu, edhe vazhdum me forcat tona, gjithmonë me punën e vullnetin ton, edhe eksperiencën që kam nër vite të makinerive, të fabrikave të ushqimit blegtoral, sepse kam punu në një periudhë shumë gjatë edhe në këtë fushë. Ke punuar kërëshe në emigrim? Jo. Jo, këtu? Kur kemi qenë bashkë me Invëlla të Pandar, kemi pas edhe fabrikë, si që thash një mili fabrikë mielli, po edhe i fabrikë të ushqimit blegtoral shumë moderne. Tani s'ke më vllajin, tani vllai nuk punon më me ty? Vllai ka fabrikën e ushqimit dhe të miellit, edhe unë dam, si çdo kush. Po, ti ke Raiffeisenin tani. Edhe vendosëm këtë makineri e kemi importu të gjithin nga Danimarka, edhe me suportin e Austria Premix, mos të du t'ja hapim vlerat gjithë se cilit. Ka qenë shumë i gatshëm me na ndihmu, me na suportu, me na dha ndihmën. Edhe arritëm goxha e kushtueshme. Po pra, janë të kushtueshme shumë. Rreth, i ka kalu 200.000 euro si makineri, pa silosat, ato janë në vete. Por është duhet. Është diçka që nëse ne nuk investojmë në teknologji, nuk mundna me u përshtat kur me të ardhmen. Nuk mundna kur me ja transmetu brezit që po vjen. Pse në qoftë se djali nuk e shikon që kjo po zhvillohet dhe po bëhet si kudo, jashtë ai stëri. Nëse nuk ja u bëjmë më të lehtë punën, sa më të lehtë, se në detyrimisht. Djali punon me ty? Po. Punon, Djali ka marrë universitetin. Përse? Economics. Në Shqipëri apo jashtë? Në Shqipëri. Do me thënë se djali na ri larg. Hajde pak. Jo, më pëlqen shumë që je për të shoqëruar sot babin apo e shoqëron në këtë punë, domethënë. E di që është
Çdo ditë. Çdo Kam ditë mbaruar është shkollën, domethënë kam mbaruar bachelorin në ekonomikun e Tiranës. Edhe jam çdo ditë te puna. Bravo, të lumt. është i pashmangshëm. Bravo. Më thënë, ti je më shumë ti ngacmon më shumë që duhet të zhvillohet teknologjia apo është vetë babi që e di që kjo duhet? Sigurisht, babi është ai që i merr iniciativat, por ne duke qenë që jemi rinj, ecim me hapat e kohës, duke munduar gjithmonë që fusim një frymë të re në biznes. Nuk i thua me fjalë që ke gjithë këto lekë që po harxhon me derat. Nuk i thua këtë? Jo, kjo është pjesë e punës, gjithçka do ta bëj. Dikush do jetë ekonomist, dikush do merret me dera, dikush do merret me tokën. Nuk ka rëndësi, secili e zgjedh vetë atë që do merret. Por gjithçka do bëhet. Bravo, të lumt. Kjo është arritja më e madhe që ke mbajtur djalin të vazhdoj punën. Kam edhe çunin tjetër, po sot sa është i pranishëm edhe. Punon edhe ai? Jashtëzakonshëm. Bravo. Të dy kanë fut shpatullat dhe m'japin kurajo të jashtëzakonshme me investu çdo ditë në teknologji. Se arsyeja pse i bëm këto emisione ishin të kuptonin ç'po ndodh me blegtorinë në vend, por rrugës po kuptojmë edhe ç'po ndodh me teknologji në vend dhe me të rinjt në vend. Edhe një mesazh edhe për të rinj gjithë që e ndjekin këtë hapësirë, du t'ju tham të ndërrojnë, mos të pushojnë së ndërrumi. Unë që i vogël nuk kam resht, edhe sot jam 50 vjeç, nuk resht së ndërrumi. Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank.